ky është manipulant, shiko zotri Toni. Të tillë janë ata që kanë pi ujin e habismit. Këta krejt thuj e dojnë ai libri. E këtu është ai problemi, motra Iqbale. Këtu është ai problemi, këtu është ai problemi që ne si besimtar krishter, une hyn lajpit, një lajp besimit islam që më intereson besim. Jam krishter, por më intereson, kur i shohun këto përplasje, atëherë unë nuk po më kuptu. Ju fort mirë e dini, ai i cili e kundërshton Imam Alin, i cili është i prenum para Allahut që thoni ju, edhe ka qenë i familjes Muhamedit, më në fund, kur ka vdek Muhamedi, Imam Alin e kanë prej ata që janë konë me Muhamedin për mas me morë, si me thonë me një fjallë postin e tina. Këta nuk e prenojnë këtë punë. Këto duhet mjë thonë që ju jeni ata të cilë që një të përqaj islamin. Ta janë ata të cilë që një të përqaj islamin. Ne jemi të vepru, nuk jemi vetëm në... Veç pak, Toni, ti si i krishter, ti po ta bëj një pytje. A mundet me qenë ma i doshën të profeti, nipi, mbojza, dhondri, djoli ogjës, se sa shok të profetit? Nuk mundet. Nuk mundet me qenë familja... Në radhët e parë, e si në Koran, ashtu në Bibel, edhe gjitha libra shajte, të afërmit të tu janë më të afërme shpirtnisht para teje. Por, para të lumit Zot, jena të njëjtë. E këta të afërmin e vetë e kanë pre. Nuk e prenojnë realitetin. Po dëgjoj, ta thujnë unë e duaj Mamalien, e për shembull me Iqbalja, që e pasën e një betin e urejnë. E urejnë një person që e pasën i Mamaliu, ne këna thujmë na e duaj Malien, a këto i thujnë devijume. Jo, e që duhet të qenë devijume, kur ai vetë pasë të me pana Jalin, ama nëse unë e pasë Jalin, atër që këna e devijume, që e kuptan ti këto? është katastrofë. Shiko, është problemi nuk është problemi, nuk është një pyetje vetëm afërsia nga gjaku. Sepse Ehli Bejti, familja e profetit janë vetëm 5. Për shembull janë profeti Muhammed, Aliu, Fatimja dhe 2 nipat e vet, Hasan Huseni. Po Zejnepja, edhe ajo është çika e profetit, çika e Fatimës, domethënë mesa e profetit. Po ajo ka qenë 1 vjet më e vogël se Huseni. Po ajo nuk është në Ehli Bejt. Në Ehli Bejt, në qatë shtëpinë e shpalljes, në qatë versetin kuranor, Zejnepja dhe krejt fëmijë tjerë, 12 fëmijë tjerë që i ka pas Aliu, nuk janë në Ehli Bejt ata. Ata janë pasuesit e Ehli Bejtit. Kështu që, këta janë përmend në Kuran, nuk është një pyetje vetëm trashëgimia që ta i manipulanti, vetëm trashëgimia përmes gjakit, familjarizëm. Jo, këta janë të zgjedhur prej Zotit. Po me kuptu. Motra Iqbale, edhe motra Shqipe, vetëm kam një pyetje, ma mërmenja shumë është me vend, cilit edhe jena këtu ishen e 20 vetë në panel, ju për të mire dini që profeti Muhamedi ka pas 2 gra krishtere, edhe agjen e ka pas prift. Pse nuk i erdh e keqja nga gratë e tina krishtere, apo nga familja e tina krishtere Muhamedit, apo nga agja e tina që akon prift, po erdh Imam Alis, erdh problemin nga atë iztart e tina. Zdi am kuptu të pytjen, nështë edhe herë pësitoj. Muhamedi edhe herë pësitoj, Muhamedi i ka pas 2 gra krishtere. Një, agjen e ka pas prift. Tashte, pse e keqja Imam Alis nuk i erdh nga të krishteret, apo nga familja e grave të Muhamedit, apo nga agja i Muhamedit që kanë prift, po i erdh direkt nga ata të cilët janë kanë me Muhamedit edhe prej Imam Alin. Kjo mu më befasen. Ka që patone. Sepse Muhamedi, kur nuk i ka kundërshtu krishtert, a kënë dëgju në herë se ka zhvillu lufti Imam Alia kundër krishterve? Asnjëherë. Kur?
Edhe pushteti është sepse kur ja kalon pejgamberi Imam Ali's pushtetin mas tij, na ka hënë pelok Kur'anin edhe familjen që me udhëheq juve, atëherë këta tjetë kanë lakmu për pozita dhe kanë kundërshtu halifatin Imam Ali's edhe kanë marrë pozitat e veta. Edhe kur ka mas mbrëmti Alia si halife i 4 ka pas lufta me Muavijen, i cili edhe ai ka këshirë me marrë pushtetin edhe kështu janë zhvilluar luftat prej vetë muslimanëve. Do me thonë, familja pejgamberit ka qenë e vronë pikë. Nuk kanë qenë vronë pikë, por kanë vronë vetë musliman. I përgjigj në këtin pyetje që poset këtu në koment nuk i ka pas dy gra krishtere, o shumë e drejt që ku ju se njeni islamin fare, që i ka pas edhe plus ju ka zonë të drejten mi lutë Zotit Jezu Krisht. Ta dini fort mirë, po ju e mohoni këte. Ju e mohoni këte, ju e mohoni Allahun e juj, ju e mohoni Imam Malin, ju e mohoni Zotin, ju i mohoni gjithat. Pse? Tregoni të vërtetën, thuani të vërtetën çka e shkruan në Kur'an, lexoni hadithet, lexoni Kur'anin, lexoni edhe Biblën. Jo veç me dal këtu me fjalë çka zini me fol. Veç mi se thojmë në një fjalë mi afut kot. Ju kërkoj falje. Toni, është imami 12, është imamu i diu i cili pritet me orë para ditës Kiametit bashku me Jezu Krishtin. Edhe ai gjatë Përshëndetje, a bëni pyetje? kur na. Ina do mja bo. Hajde që pja bëjt gjithve. A ma i mo që moshtë si pas feje, do mo Krishti apo feja muslimane? Po Krishti se Jezu Krishti ka 2000 vjet. Pa e ka ditë para Muhamedit. E vërtet është, shumë e vërtet është. Po, ai zotnia që foli ngua shumë me vëmendje mire pak, se janë të shumë të devijim thejnë, edhe janë të shkru libra që shpju konvenon tyne, apo kuptan. Janë të përkësy Koranin që shpo kanë qef. Edhe mazi po infektojnë rinin, edhe që kjo me keqja, që shumë prej hoxhallarëve i komni të thonë që qikën e migjës nuk e ki kur gjo. Qikën e migjës e ki motën. Kemi fol për ato, na shqiptarët e kemi haram më martu me qikë migjës. Ja, ato është Unë qikën e migjës e kom të drejtë si motër, qak jam është. Po, është ajo. A mu i kum një në shumë të hoxhallarë të monë që rinin i infektojnë në kry, shkon tash një djali ri, 2-13 vjetë gjami, ngën ligjerat, edhe ati i kry të pas kanë drejt njëri. Unë me sa di, nuk e di është e vërtet se Sadullah Bajrami ai hoxha i shkupin duket se e ka qikën e migjës për du. Nuk e di, më s'gabofsha. Ama kjo Shumë hoxhallarë kum dhja, po kuptan, zonë veç po foli qa kum... Po, është e vërtet, ama na nuk mujna me pranu këto, që kom shqiptar është e pa mundën. Unë për vetin nuk mujnë me paramenu me djallin e migjës. Feja është si parti... Por nuk e kanë gjënat. Feja është si parti politike, në cilën të parti më nëllë. Jo, nuk është parti. Jo, nuk është parti, na falish. Fejnë më në zhjetë që shdush, unë është me konë katolik, unë është me konë musliman. Doani nërë, unë e po duhet me dalë. Po është problemi që Unë e po kërkoj se përna i bin traditat arabe, në arabësin, as turqisin. Jo, si bin traditat arabe, një grusht që ka e... Bin traditat arabe, unë shkosova me ferë, me qëtë. Duhet me dosh njëni tjetëri. Jo, dhe pak jo në ta. Muslimana janë kanibala, që? Këto me që përës. Zotin e ka kanë traditë. Këtu në këto sane unë e la qeverinë dhe shtetin e Kosovës fajtore. Se po t'i shkon një shtet që shduhet, unë e këto organizata për 24 orë i kësha shduk. A mos i kësha I kanë zhduk, po. Nuk i kësha lonë. Krishterve i kanë. As njët krishtere se kanë shirë. Nëse ki der. Se muslimanve e tha dhe vetë Palestinë. Lot pa drejtësi na bëhen. A pse s'pjuni mo zoti pro palestinezve? Po na nimon zoti. Po na nimon në Amerikë, në për vende tjera vdesin prej drogës, prej alkoolit. Te na vdesin musliman
ose heroj mesin, ose shahid vdesin. Kjo është ndihma e Zotit. Ka përdor darsma nuk vohet pa mish. Atje në për Kosovë, në për perëndim, në për tunela, në Jo, për kontat për vendin jetoj modre. vetë nuk Edhe ajo ka është përkan luftë. që vdes ashtu. Edhe ajo është luftë. Ma shumë me miliona njerëz vdesin në botë prej alkoholit, prej drogës, prej prostitucionit, prej vrasjeve. A muslimanët vdesin pse janë të shtypun, se nuk janë të pashtum, se i manipulon qëtërkush. Ama vdesin ose Nisu vdesin shahid, ose prej vdesin prej hero. rastit të Kosovës, kush është liroi Kosovën? A është lirum musliman, a është lirum katolik? Kush shqiptar? Shqiptarët. Amerika, çfarë Shqiptarët shteti? e kanë shliru Kosovën. Mos i na qoftë Shtetet e NATO, Anglia, Edhe Britania. Palestinës edhe muslimanëve që po thup se Edhe musliman, edhe Turqia. Dima Muslimanëve këtë bashkë, në NATO nuk ka thënë. Unë nuk pa. i përgjigj në aktina, për të thënë pse Palestina i vetmi shtet që ndihmon Palestinës është Irani. Mirë, po ngjarje profetike e cila ndihma muslimanëve kombëtar si Palestinës edhe shteteve tjera vjen prej Imam Mehdiut, I cili pritet Ato janë prolla. Për sa të ekziston toka me qenë Amerika në Izraeli, dy botën ta kanë dorë. Ato janë prolla Imam Mehdiu, Imam Aliu, ato janë prolla. se Allah nuk ka fuqi me shkatru. Okej, e ta bëjnë. E ta bëjnë, se po mendojnë me një tornado se bëni gosa Aja vje prej natyres, Amerika së botën. Jo, botën e Allah e dëllishanu. prej natyrës jetë. Ato janë prolla se me konë ata muslimanët, ata Izraelit, ata në Palestinë, ata që i bënin në Irak, që i bënin në Siris. Qa I bënë në Irakun e ka shtiru? I kanë bë. I kanë bë Mo i kanë degeneru të thotë, se në konë gjithë degeneru. Jo më Irakun e ka shtiru për I Saddam Hussein. Al-Qaida o po, jo Irak. Po që unë e prapë ja bëj proni pyetje masi E ka të ja u bëj të proni pyetje masi po dini shumë mirë. E pse do të thotë ka zbrit Kurani në vend ku konë mas shumë diçka pas musliman? Ne. Se Edhe konë Biblia gjinja ka zbrit ma të tegër, ma të degeneruar, që I kanë borros femna, kanë myt femna, kanë bo gjithë shka, edhe ka zbrit ai jeti kuranor për më të fu. Ja. Nuk vlen kjo. Kërrejt librat hyjnor kanë zbritur aty. Jezus I ka lind Palestinës. Drejt qatë gadish. Që aty kanë qenë më të popullata Para këtyre tjerëve. të Amerikas ka ekzistuar. Po do të thotë që janë në Kosovë mu pun pengon shumë që vëdojnë me la pru një kulturë arabe, e një kulturë që se kemë atë Jo, Kosova e din edhe Shqipëria e ka krizën e unë jam identitetit. shqiptar, edhe jam krenar që jam shqiptar, Dhe veç pak, po nuk jam mojnë e veti me thonë, veç pak, i zotit. banë, O, veç pak, më dëgjo, zotit I ka dhënë 2 vesh me ndëgju, një goj me folë, më dëgjo. Shtojët shqiptare, janë të ndi krizën e identitetit kombëtar. Jo fetar, se dim na krishterizmi qysh po përparone, qysh po shkon puna e krishterizmit në për Evropë që kishat kishesi. Por, pra edhe njerë, krizë kombëtare, jemi të një nga trojet shqiptare se Edi Rama po na emigron. Isa Mustafa me autobusa ka qenë perëndima. për ata nuk ka lidhje se unë jetoj në shtet skandinavë dhe piktuit ikin, emigrojnë, anë njerëzimi, dikush kanë, dikush kthehet, dikush, s'është e akur gjë. Na jemi të emigru prej shkak e ligjit, se për shkak bukës, na e nxerrim bukën edhe prej nën tokës. Po ligjet e pa drejta, sepse në 20 vjet në këtë Kosovë, kanë hi edhe një djalë prej shtallës e u ka hinë qeveri. E janë punësu krejt antarët e familjes, bile s'kanë punu, po kanë marrë rroga. Kështu që në kombi shqiptar është duke një krizë të identitetit dhe këta po e shfrytëzojnë këta ekstremizmat fetar, po e shfrytëzojnë këtë plasaritje
edhe juve që keni met ekstremizma të krishterë, se krishteri tamam me këshyrë veç rrugën e Zotit, edhe ju po ballafaqoheni të dy. Të dy. Nëse lexo Kur'anin more mirë, do të thotë edhe Kur'ani edhe Bibla po mësojnë për si. Ekstremizmat krishterë. Nuk kemi të ndjek as Kur'anin as librin, se ta kishim ndjek me musliman Kur'anin që shduhet, edhe ju ta kishim ndjek Biblën që shduhet, kishim marrë dhe këto përçarje. Këto përçarje s'kishim marrë. Po, na ishim kanë bashkë së bashku, kundër shkallë. Edhe sot, më ba, dishka në Mitrovic, unë prapë nuk e jap gjakun e një krishteri, që shtu ka për dorë për dorë, me një katolik shqiptar, edhe shkoj me kom për ashtu një sër. Është shumë e rëndësi dhe qenë bashkum. Mos me leju një grushti muslimanëve ekstremist, neve me nënda, jo kështu, jo me në shas Skënderbeun, jo në mori, Një sër bubo musliman që prasni që të i kjo zhvlloj unë. me kriju vlera shqipta. Sërbi u bo musliman të i kjo zhvlloj unë. O zotni, edhe Amerikani është vllai jemi, ani që nuk është musliman. Edhe Vatikanezi është vllai jemi. Na muslimanët kështu e besojnë. Sepse njerëzit, Zoti ka thënë Kur'an, ja beni Ademe, o bita Ademi. Që do me thënë, une edhe Shqipja jemi motra, edhe toni motër e vlla jemi. Se jemi bita Ademi. Mande na mëson neve fia, se na jemi vllazën edhe motra, ose nga besimi, unë me Shqipën jam nga besimi një që kemi muslimane, ndërka që unë me Toni jam vlla nga krijimi. Toni është njeri, unë jam njeri, nuk jam kafsh. Prandaj na jemi vllazën edhe motra, ose nga krijimi, ose nga besimi. Edhe nuk duhet me leju përkush me na shajt. As Allahun, as Krishtin. As Zotin, as Krishtin. Ta ekstremistat fetar edhe ekstremistat të kombëtar, që dojnë më konë shumë kombëtarist, këta i bëjnë dom shtetit tanë. Mirë tha Toni, na e kemi bo betimin, si katolik e ka bo betimin nën flamur, jo nën Kur'an, as nën liber. Na jemi bita Adem, na jemi pjesat e Zotit. Zoti nuk na pranon lutjet e tona, as në kish, as në xhami, qose na të dytë jemi në armiqësi. Një non mundet me pas, sot i kom 2 fëmijë musliman. Nesër më thot, djali thot, mam, po më pëlqen krishterimi, ose qika shpon martohet me një të krishter. Prap ajo është trupi jemi, qika jeme është, unë duhet mja dhon hisën, duhet prap qika jeme është, po ka boni gabim, po është vajza jeme, edhe Zoti, a je krishter, a je musliman, o je krijes e ti, vetëm duhet me dalu, a je njeri, a je kriminal. Në qofë se e përkrah krimin, je kriminal. Qofë se e përkrah të shtypurin, je njeri. Ama qofë të shtypurin edhe komunist, edhe krishter, edhe musliman. Shtypuri është i shtypur. Kush e përkrah krimin, është kriminal. Kush e përkrah shtypurin, është njeri. Kaq. Se mbi të shumë se prej orës 2 komunist. Faleminderit shumë, Shqipe, faleminderit shumë, Toni, faleminderit shumë. Në qofë se mjep një lejen, unë këto i bëj katë kuti qes disa pjesë, jo shumë në TikTok-un tim, sepse ka pas, sidomos nga Shqipja dhe Toni, kemi pas biseda shumë të bukra, faleminderit Maria, kemi pas shumë biseda konstruktive, besojmë që edhe ata ekstremistët marrin pak shembull prej neve, se mbi të gjitha na jemi shqiptar. Nuk është puna e gjakut, veç gjaki që na lidh, se mirë tha njëri gjak është faleminderit Maria, mos haqë zoma. Edhe Amerikani e ka gjakin e njëjtë si Tani, apo Turku. Nuk është puna vetëm e gjakut, është puna e atë dheut. Sepse Zoti ka thënë, pa dhe nuk ka fe, pa fe nuk ka dhe.
këto janë të lidhme, prandaj a jemi krishterë, a jemi musliman, duhet me pas atë dhe dashurinë, sepse që saj toke, Ti pora në fundi, pastaj dash teja. njëri tjetrin veç pse jemi njerëz.